Godina qendrore e Spitalit Rajonal Korçë, e cila, siç e thamë edhe kur mori kartën e autonomisë menaxheriale, Spitali Rajonal i Korçës është një godinë 100 vjeçare, që daton nga 1927. Ja dorën grave. Grapa bura snuk, po. Si? Grapa bura. Grapa bura edhe ka bura për gra, si. Si, edhe dy që shqipin bashkë. Si del. E me parë keqen pacient, e me dytë edhe nga bë spitalit. Respekt. Janë 71 mjek edhe 230 infermierë që punojnë në Spitalin Rajonal të Korçës, kryesisht gra dhe vajza, stafi administratës. Prezantimin do ta fillojmë që këtu, në fakt, projektin e kemi bërë në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës. Pjesë e universitetit dhe paktit me universitetin. Kemi hartuar projektin që bëhet në një sipërfaqe goxha të madhe, janë gati 19.000 m2 sipërfaqe terreni, ndërsa spitalin vetvete mbi tokë janë 12.000 m2 dhe nën tokë 2.500. Do të ndahet në blloqe, janë 5 blloqe që e kompozojnë, secili nga pavionet, por që ka dhe një strukturë që gjithë imazheria është vendosur nën tokë, se spitali duke qenë se ka një lëvizje terreni kati nën tokë, del në gjysmën e hapësirës së saj, gjithë imazheria, pjesa e hyrjes është urgjence që duket dhe aty që është trajtuar. Ku zhvillohet kjo fillëri? Këtu. Zhvillohet në gjithë të zonën këtu, pra fillojmë që këtu, organizohet parkimi, prishen këto godinat një kaçe që është pjesa e tjerë. Gjithë këto godina që kanë kjo në Mamarin, kjo pjellë gjithë të. Temët nuk preken, është llogaritur çdo gjë që të futet brenda strukturës, po. Ngelet e gjitha me fjalë. Po kjo do. Të pastaj duhet ta Pastaj studiojmë mendojmë që të organizojmë me fjalë pjesën e kësaj, sepse bëhet fjalë që në katin e dytë janë 4 blloqe operatore me vetë, kjo është gjë kryesore. Kjo është godinë e vjetër, është në kohën e 35-s më thënë. Sot janë 4 godina shërbimi, në fakt që nuk janë të lidhura me spitalin, pra janë veçmas, funksionojnë veçmas. Dhe kjo ja vështirëson edhe punën stafit aktual, sepse do duhet koordinojnë me njëri tjetrin dhe bëjnë ecejake në përgjithë oborrin e spitalit. Ndërkohë që godina që është duke u propozuar është një godinë multifunksionale që i mbledh gjithë shërbimet spitalore në një. Edhe po, në gjithë pjesën. Po, punimet fillojnë brenda vitit. Po, jemi gati të vëmë këtë vit do të vëjmë. Kemi këto rakordimet e fundit të projektit, së bashku me inxhinierët. Brenda vitit fillon puna, ja kemi premtuar mjekëve se ishin gjithë duke më pyetur kur fillon, a fillon vitin që vjen? Jo, i thash fillon këtë vit. Shumë. Do ta bëjmë shumë bukur tani. Po, është gjithë kjo sipërfaqe. Edhe asnjë pemë nuk do preket, ëh? Jo, asnjë. Sepse gjelbrimi këtu në fakt është fantastik. Edhe duhet bërë restaurimi kësaj, patjetër. Edhe godina historike. Po mirë. Ha? Më çfarë falenderoj shëndet. Respekte shumë. $35.000 m2 sipërfaqe aktualisht këtu, spitali, pra gjikant. Ky tani çfarë bën? Çfarë ndodh? Von vetat të dosh vetëm. Kjo aktualisht është godinë qendrore, pra patologjit janë këtu, kirurgjia është këtu, kardiologjia është këtu. Oh, ku jeni? Çfarë bën? Po ç'bën ti? Ç'nete, nga dole? Ku po shkon? E mamin a ke babin? Për mua edhe? Mami, hajde po.